Javën e kaluar postova një video nga kepi i Rodonit me pamje fantastike. Por ajo që fshihej pas kuintave në fakt ishte një tmerr i madh ekologjik. Reagimi juaj mund të them që ishte i menjëhershëm, qoftë në mesazhe, qoftë në komente, por pata një telefonat të veçantë nga nisma Shqipëria Gjelbron dhe realisht më prishi të gjitha planet e kësaj jave. Rozeta Makaj, faleminderit që u bët pjesë e podcastit dhe nismës për të pastruar kepin e Rodonit. Ju falenderoj shumë që e nxorët atë video dhe u bët shkaku i gjithë kësaj lëvizje tani që do bëhet për pastrimin e kepit të Rodonit. Keni vendosur që të merrni një nisëm pastrimi, pra jeni bërë një grup vullnetarësh për të shkuar këtë të shtunë në kepin e Rodonit, ë? Po, ne kemi grupin tonë që bashkëpunojmë dhe bëjmë planet për çdo pastrim dhe kryesisht ne jemi për mbjedhje, por gjatë verës që ka mbaruar periudha e mbjedhjeve do vazhdojmë me pastrimet. Dhe po, e pam edhe ne videon në grup, e biseduam, ishte një situatë shumë e trisht, do thoja, dhe vendosëm që të shkojmë të shtunën. Çfarë mendove kur e pe atë papastërtinë atje, realisht, domethënë si? Realisht filloi videoja shumë e bukur duke pa muret e kalas dhe thash po shoh një video të bukur. Por kur zbriti pamja poshtë dhe shoh atë mal me plastika, u tmerrova, thash si ka mundësi gjithë ato plastikat mbledhura në një vend. Një ikon keqardhje edhe turpi bashkë. Nuk u ndjeve mirë realisht. Ashtu si kundër dhe unë kur pash që disa turist kishin ardhur nga Anglia dhe më dhanë një mesazh shumë të fortë dhe shumë të dhimbshëm për mendimin tim. A mendon se na turpërojnë këto skena, këto situata, këto pamje? Të thuash jo. Nuk e themi dot. Nuk e themi dot. Por uroj që të jetë një inspirim, sepse besoj nuk është i vetmi vend që ka nevojë për pastrim. Uroj që të krijoj një inspirim tek të gjithë ne që shohim të huajt duke pastruar, duke mbrojtur natyrën tonë dhe ne qëndrojmë spektator. Në fakt ishin të vetmit njerëz që na u bashkuan, ishin të rinj në moshë relativisht, paktën nga ajo që dukeshin, sepse nuk i pyeta për moshën. Dhe kjo më dha një mesazh shumë pozitiv, sepse mendova që pavarësisht se sot ka njerëz që hedhin mbetja edhe nga dritarja makinës apo nga balkoni ose nga dritarja e shtëpisë, po pas ka edhe njerëz që kanë një kujdes të shtuar për natyrën. Po, atë ta them unë me plot bindje që ka plot njerëz që duan natyrën, që japin maksimumin e vet për të mbrojtur natyrën në gjithë dimensionin e saj, duke bashkëpunuar për mbjedhjen e pemëve, për pastrimet, ka plot njerëz, jam e sigurt. Por uroj që ky mesazh të shkojnë tek vesht atyre njerëzve që janë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre, që t'i bashkohen nismës tonë, që t'i bashkohen nismave të ndryshme që janë për mbrojtjen e natyrës. Uroj që t'i prekun sadopak të gjithë ata që kanë dëshirë të japin dhe kanë mundësi të japin. Në fakt ky ishte edhe qëllimi që unë realizova një video të tillë, sepse një javë më parë kisha shkuar ta vizitoj Kalan e Skënderbeut. Nuk u ndjeva mirë sigurisht dhe vendosa që javën e ardhshme të shkoj dhe le të themi të sensibilizoj pak. Shpresoja që mund të kishte shumë njerëz, në fakt nuk ishin shumë njerëz, por edhe ata që kishin një farë indiferencë teksa na shikonin. Dhe këtë nuk e kuptoj tek shoqëria jonë, domethënë për kujdesin që mund të ketë ndaj tokës, ndaj natyrës, ndaj detit. Ai është edhe qëllimi, pikërisht ai është qëllimi. Që ne të mbjedhim dashuri në zemrat e fëmijëve. Çdo gjë fillon nga aty. Edhe Shqipëria Gjelbron e ka qëllimin e saj të bashkëpunojë me studentët, me nxënësit e shkollave, për të mbjellë këtë farën e dashurisë për vendin. Asnjë gjë nuk mund të bëhet nga një ditë një tjetër. U zgjuam sot dhe është vendi pis. Është i pakujdesur. Pra, fillon që në themel, që në brezat e hershëm, që në shkollat fillore. Eksakt. Duke i edukuar. Eksakt, ne kemi pas disa mjedhje në roborrat e shkollave. Fëmijët janë gjithmonë të gatshëm të bashkëpunojnë. U afruan, ishin shumë të lumtur. Luajtëm edhe top bashkë me fëmijët.
që të ndjehen edhe ata pjesë e jona, janë gjithmonë të gatshëm për të ofruar dhe për ta pranuar këtë mesazh ose këtë formë të sensibilizimit. Është një lloj edukate që imponohet që në vegjeli. Dhe duan, por faj bie tek ne. Ne nuk e kena bën punën mjaftueshëm. Se kemi bërë punën mirë. Jo. Në fakt nuk të kundërshtoj dot, sepse nëse do të pyesja që situata në kepin e Rodonit ose nëse kur ti sheh gjithë ato mbetje plastike në bregun e detit Buz Kalas së Skënderbeut, çfarë mendon se i ka sjell deti, i ka sjell dora e njeriut apo çfarë? Normalisht që ajo pjesa e madhe i ka sjell deti. Dhe në një bisedë që kisha edhe me zotrin nga ADZM-ja Durrësit, tha, ne kemi këtë problem çdo vit. Mos të fajsojmë asnjë palë. Ne çdo vit përballemi me të njëjtën problematik. Ato i bie një sasi të madhe i bie deti. Sepse problemi fillon që këtu te Tirana. Që në burim. Që te Tirana jon dhe që te lana jon aty që kalon dhe mbledh çdo lloj mbeturine dhe i shpërndan. Dhe sigurisht që edhe nëpër kurecën nëpër zonë të lirë shef mbeturina të hedhura nga njerëzit që nuk e kanë atë dashurinë ndoshta ose edukatën, nuk është punuar me ata që fëmijë, ajo që thamë më përpara. Dhe akoma nuk e ndjejnë përgjegjësinë që ne vërtet kemi një shtëpi të vogël, do ta mbajmë pastër, po edhe shtëpia e madhe është e jona, është e përbashkët. Dhe kemi të njëjtën përgjegjësi. Po, e vërtet. Siç kemi për shtëpinë tonë brenda, kemi edhe për shtëpinë e madhe jashtë. E vërtet është, a mund të themi që kjo është, le të themi, një krizë mjedisore apo është kjo që sapo the, sepse menaxhimi i mbetjeve ndoshta ka patur nisma realisht në Shqipëri për qoftë edhe për diferencimin e mbetjeve plastike, ndarja që mburim, por jemi në prag të sezonit veror. Po. Nuk mund ta quaj krizë mjedisore. Kjo është një ndoshta tani po e vrejmë që kena krizë kulture dhe jo krizë mjedisore, se nuk e ka pru natyra. Gjitha mbetjet janë materialet, gjërat plastike që ne i kemi konsumuar, kanë udhëtuar, kanë shkuar në det. Pra, nuk është një krizë mjedisore. Ajo fillon që nga shtëpitë tona, që nga fëmia jonë që diskutojmë siç na shefa i ndajmë mbeturinat, ku i çojmë te koshi i lagjes që është ai grumbulli mal. Shpesh herë kam vënë re që më shkruajnë ndjekësit komentet që pse sham vendin tënd, pse i bën anti-reklam vendin tënd. Por në fakt, a mendon se turizmi nuk fillon tek resortet e bukura, tek resortet luksoze, por fillon tek ajo që themi më përpara, ndërgjegjja e njeriut për të kujdesur dhe për atë që ke, dhe për të krenuar me vendin ku ti jeton. Resortet normal që kanë peshën e vet dhe janë të bukura, krijojnë një bukuri ndryshe, por nëse rreth resorteve është gjithë mbeturina, natyra, besoj që edhe resortit i humb vlera. Humb vlera kulturës tonë, humb vlera se nuk do fluturojnë nga ajri dhe të shkojnë te resorti. Absolutisht. Ata turistë do ecin me këmbë, do të shohin dhe natyrën. Prandaj ta bëra si parantezë këtë pyetje, sepse shpesh herë flasim për turizmin, për numër të madh turistësh, flasim për rritje ekonomike, turizmi industria më e rëndësishme në vend, por nuk flasim edhe për këtë menaxhimin ose për kujdesin ndaj natyrës. Këtu pra pikërisht duhet kujdesimi dhe të flasim. Gjithsecili nga ne në atë mënyrën e vet të thjeshtë. Pa fasada. Në fakt, unë them nuk flasim, për ndërkohë kemi dhe nismën Shqipëria Gjelbron, Po, kemi dhe nismën Shqipëria Gjelbron, e cila po rritet çdo ditë dhe më shumë, dhe ajo nuk po rritet vetëm, po rritet nga mbështetja e njerëzve, nga mbështetja e popullit, nga dëshira që kanë dhe që tregojnë që e duan vendin. Prandaj unë nuk mund të them që nuk kujdesen, nuk mund të jem në atë pozitën kritikuese duke pasur sa njerëz janë të gatshëm të lanë ditën e punës ose ditën e pushimit të lanë dhe të vinë të mbjedhin pemë. Pra, si u lindi kjo? Se ju jeni një nga bashkëthemeluesit e nismës Shqipëria Gjelbron. Si lindi ideja për të krijuar këtë nismë? Ideja lindi, them të vërtetën, ka lindur, e kam thënë edhe herë tjera, ka lindur nga flakët. Nga flakët? Po.
Nga vendet e djegura do të thuash. Ka lindur nga flakët e verës së kaluar. Ishte një verë e tmerrshme, kush ka kërkuar dhe ka parë vjet sa mijëra hektar pyje të djegura. Sipas statistikave janë 54.000 hektar pyje të djegura, vetëm vitin e kaluar. Par vjet diku 46, s'jam e sigurt, por 2 vitet e fundit më shumë se 100.000 hektar pyje të djegura. Kjo është tragjike në një Shqipëri me sa kilometër katror, domethënë, dhe aty ka lindë Shqipëria Gjelbron. Duke bërë reflektim me veten, pse ndodh kjo, pse s'bën diçka, po pse s'bën ti? Nise nga pyetje nga vetja. Po pse s'bën ti? Një zaj brendshëm tha, po ti ç'a bën ti? Pse s'bën diçka? Në fakt ishte një koment në një video të shkurtër që i kisha coptuar nga video e plot, që thoshte që shkove deri atje pse nuk pastrove. Ishte një video e më hershme që unë e kisha shfaqur si problematik dhe e kisha denoncuar që shiko se çfarë po ndodh. Dhe ka një indiferentizëm në këtë aspekt. Pra, shoqëria jonë është një pjesë e shoqërisë sonë, jo të gjithë, që ndjen shqiptar kur luan Shqipëria me Serbinë, ndjen shqiptar kur bën një arritje tjetër sportive, kur dikush ngre shtangën, por nuk e di pse nuk ndjen dhe kaq shqiptar kur është çështja për të mbrojtur vendin e tyre, edhe nga politika jo e drejtë apo nga keqqeverisja, por edhe nga rreziqe që ja shkaktojmë vetë në vendin tonë. Unë besoj që nuk duhet të përqendrohemi aty, se pse nuk reagojnë, apo ka normalisht që çdo shoqëri ka grupet e veta të njerëzve që kanë emocione të ndryshme. Unë dua ta theksoj më shumë pjesën që ka shumë shqiptar të mirë. Ka shumë zemra të mëdha që e duan vendin në të vërtetë, e duan pa fasada, pa duar trokitje, në heshtje. Ata unë mund t'i quaj shqiptar të vërtet që e kanë trashëguar DNA-n e shqiptarit. Dhe janë ata shqiptar të gatshëm që në çdo krizë të fortë, në çdo mënyrë të mundshme e mbështesin Shqipërinë. Dhe nuk mund të them që nuk reagojnë, po, reagojnë shumë dhe janë vërtet për t'i adhuru. Nuk jemi në ato faza aq tragjike si ka shqiptar plot, ka që ofrojnë ndihmën vet, dashurinë vet, dhe u jam shumë mirënjohëse që kanë reaguar kaq shumë shqiptar për kaq pak kohë. Rozeta, ju ma prishet planin, Shqipëria Gjelbron ma prishet planin, sepse unë kisha një tjetër temë për podcastin e kësaj jave, po unë ju prisha pak planin juve, sepse Shqipëria Gjelbron kishte në fokus mbjelljen, gjelbërimin e pemëve, tani ndryshuat dhe pak fokus për të pastruar. Realisht, po, ne prish edhe neve planin, sepse ne kemi marrë një hapësirë në Zall Bastar dhe po mbjellnim një pjesë malit që bijet në Përrua. Mbjedhem disa qindra pisha dhe deri në fund të prillit kemi hapësinë akoma për të plotësuar diku rreth 500 të tjera që mungojnë në atë zonë. Dhe plani jon ishte të mbjedhim, të vazhdojmë mbjedhjen në atë pjesë. Buz shtratit të lumit. Po. Por na prishet planin faktikisht. Se ishte kjo, jo se nuk është urgjente dhe ajo, por edhe kjo tani në prak të verës është shumë urgjente. Në fakt dhe ajo është urgjente sepse sezoni mbjelljeve në mos gaboj është në mars-prill dhe më tej nuk bëhen, apo jo? Ne kemi marrë përsipër atë zonë, do e rrethojmë, do e lagum gjatë verës 2-3 herë sa herë të ketë nevojë, domethënë. Kemi njerëz që e kontrollojnë zonën se në çfarë nivelit ndodhen bimet. Por që do vazhdojmë dhe normalisht që do e përfundojmë, nuk do e lam ashtu. Por bëj thirrje të gjithë dashamirësve të natyrës në bashkohen. Ditën e shtunë? Ditën e shtunë te Kepi Redonit, por edhe në nismën tonë. I kanë dyrë të hapura për çfarëdo që ata mund të ofrojnë si ide, si dalje në terren. Shqipëria Gjelbron ka hapësirë për të gjithë shqiptarët që duan vendin e vet. Okej, kjo është shumë interesante dhe është për të vlerësuar, sepse një grup vullnetarësh, nuk e di me ende numrin e saktë se sa persona do na bashkohen, por çfarë do bëjmë atje? Si do nis aksioni? Aksioni, do gjejmë dorashka, këpucë të përshtatshme,
sepse kemi 20 minuta me këmbë. Po, ndoshta 20 jo, 10-15 minuta, në ngjitje edhe bëhen 20. Ngjitja edhe bëhen 20. Makinat që transportojnë mbeturinat. A keni nevojë edhe për Po. njerëz që mund të kenë kamiona, kamionçina? Do ishte një ndihmë shumë e madhe, nëse ka vullnetar, antar, qytetar që kanë një makinë të përshtatshme. Do ishte një ndihmë shumë e madhe. Për të marrë mbetjet, pra, do pastrojmë mbetjet nga buza e detit, do t'i mbledhim mbetjet që kanë nxjerrë deti, do t'i nxjerrim sipër tek pjesa ku është edhe pranë kishës. Pra, dhe më pas aty është piktakimi i fundit dhe të shpresojmë që dikush të ngarkohen në një mjet transporti. Një mjet transportit përshtatshëm. Por besoj që do ketë dalje të tjera, sepse nuk do arrijmë ta përfundojmë brenda një dite. Edhe uroj që të na bashkohen edhe institucionet e tjera, siç është Bashkia e Durrësit. Keni bërë kërkesa, besoj, dhe jeni në pritje sepse ndodhi dhe ngjarja ndodhi shumë shpejt. Ndodhi shumë shpejt, po, ata ishin të gatshëm, DZM-ja e Durrësit ishin të gatshëm të bashkëpunojnë me ne, por ishin në terren dhe sa të organizohen dhe ata. Uroj që të na bashkohen sa më shpejt. Pra, në një farë mënyra, të gjithë institucionet janë njoftuar që ditën e shtunë një grup vullnetarësh, i vogël, i madh, i mesëm, nuk e di mende se sa do të jetë numri, do të shkojnë për një aksion pastrimi. Po. Okej. Janë të njoftuar dhe uroj që të na bashkohen. Aq sa vetat kanë mundësi, uroj që të na bashkohen dhe ata. Nëse një njeri vetëm që po na sheh vendos që të na bashkohet, çfarë duhet të ketë parasysh? Vetëm dorashkat, një thes, këpucët e rehatshme? Do të ketë parasysh. Fakti që na bashkohet, ai tregon që e don nanën natyrë dhe ka dëshirë të kontribuojë. Pra, kryesorja është të marrë dashurinë për vendin e vet me vete, të ketë dashurinë për vendin e vet, dorashkat, këpucë të thjeshta atlete dhe të na bashkohet. Mendon që nisma do përsëritet? Sigurisht që do përsëritet. Ne çdo ditë do rritemi, do krijojmë grupet tona në çdo qytet të Shqipërisë. Nuk jemi vetëm për Tiranën. Dhe sigurisht që do kemi dalje të njëpasnjëshme si në pastrim gjatë verës, si në mbjedhje gjatë sezoneve të mbjedhjes. Gjatë sezonit të mbjedhjes dhe kryesisht në zonat e djegura, në zonat e degraduara, të lëna pas dore. Pra, duke u rritur ne, duke u bë puna më e suksesshme. Edhe më frutdhënëse, më evidente. Shpresojmë që këto nisma të përsëriten jo vetëm tek Kepi Rodonit, por në çdo vend ku ka mbetje, në çdo vend ku Shqipëria thret për pastrim, për një nevojë edhe për një mjedis më të pastër, sepse Shqipëria tashmë nuk është vetëm e jona, por është edhe turistëve që vinë dhe na vizitojnë apo vinë dhe shpenzojnë 2 lekë tek ne. Gjë që na rrit edhe mirëqenien tonë, jo vetëm ekonomike, por edhe sociale, emocionale, kulturore dhe shumë arsye të tjera. Sigurisht, një turist që do vinë në një Shqipëri të gjithë mbeturina, turisti është reklama më e mirë. Sa do fasad të nxjerrësh ti nëpër televiziore, ai erdhi vete pa u iku, e shpërndante miqtë e shokët, kjo është reklama më e mirë. Pra normal. Është edhe mikut që i hapim derën, hajde, si që është turisti. Patjetër, pa diskutim. Unë falenderoj shumë, ju falenderoj dhe si nisma Shqipëria Gjelbron, sepse realisht unë përpoqja që t'jap një mesazh, që t'jap një formë sensibilizimi për gjithë qytetarët, që të kujdesen pak më shumë për natyrën dhe thirrja juaj ishte le të themi përkthimi i asaj pune të vogël, shumë modeste që unë u mundova dhe u përpoqja që të bëj. Të paktën të kujdesemi ne për natyrën që duam natyrën. Edhe ne të falenderojmë shumë që ishe gatshëm për bashkëpunim, që me zërin tënd bëre thirrjen dhe fal teje, fal videos tënde, shpresoj që do sensibilizohen të gjithë me radhë dhe do kemi rezultate shumë të mira. Do e filmosh pastaj? Kur t'jeti pastruar dhe do e shohim. Do jetë kënaqësia më e madhe. Do jetë kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit edhe një herë.
Kjo nuk ishte thjesht një bisedë për mjedisin, por ishte një bisedë për ndërgjegjen tonë. Nëse edhe ti mendon se Shqipëria meriton më shumë, mos e mbyll këtë video këtu, por shpërndaje, komento, reago dhe herën tjetër kur ti ndodh që viziton një vend, mos lër vetëm gjurmë dhe këmbëve, por lër një shembull, sepse Shqipëria nuk pastrohet me fjalë dhe as me këngë atë dhe dashurie. Pastrohet vetëm me veprim.